Përshëndetje të gjithëve, në këtë takim të radhës do të jemi në një intervistë me Inan Çepelen, e cila është sekretare për degën e qytetit Studenti dhe do ndajë me ne si gjithë të rinë televizisë shqipëriare disa nga bindet e saj dhe idetë që ka mbi platformën politike të kësaj lëvizje. Përshëndetje Ina. Përshëndetje. Shumë faleminderit që pranove të vjen në këtë intervistë dhe si gjithë të rinjt kanë shpalosur së pari se si janë njohur me këtë lëvizje, kështu që dhe unë do doja që ti të na thoje se si u njohë me lëvizjen shqipëriare. Unë jam një lexuese e rregullt e gazetës 77 News. Në këtë gazetë lexova për lëvizjen Shqipëria e Re. Më interesoi platforma, aktivitetet në të cilën lexova dhe erdha, u interesova dhe u regjistrova në këtë lëvizje. Tashmë ti je antare kësaj lëvizje, njëkohësisht edhe sekretare për njërin nga degët më të rëndësishme sigurisht të qytetit të Tiranës, dhe dua të di se çfarë mendimi ke mbi platformën politike. Unë jam njohur me këtë platformë, më pëlqen kjo platformë për vetë faktin sepse ka 7 pika, i ka të koncentruara, të përmbledhura dhe nuk ka hallakate të cilat ne si popullsi, si shtres, nuk mund t'i kuptojmë. Kjo më bën që ta pëlqej më shumë për vetë faktin sepse ka në qendër rinin, çka do të thotë se i jep më shumë përparësi rinisë dhe i jep më shumë mundësi për të zhvilluar një të ardhme në këtë vend. Më përmendet që ju pëlqen fakti që kjo lëvizje ka në fokus rinin dhe ndalemi tek një nga çështjet më të rëndësishme për rinin, që është punësimi. Në një nga pikat e platformës thuhet se të rinjt duhet të punësojnë në administratën publike dhe personat që janë mbi 45 vjeç të japin kontributin e tyre në sektorin privat. Ju jeni pro apo kundra kësaj pike dhe çfarë do të shtonit në këtë rast? Jam pro kësaj pike për vetë faktin sepse ne si të rinj, po jo vetëm unë, po dhe shumë të rinj të tjerë, mbarojmë një shkollë dhe duam të futemi në punë, por për këtë punë ne na duhet eksperjenca dhe asnjë nuk na jap dyert për të na dhënë të paktën dhe një eksperiencë. Dhe kjo për ne është një gjë shumë negative sepse mbarojmë një shkollë dhe nuk kemi eksperiencë dhe jam shumë pro për këtë pikë për vetë faktin sepse përjashtimi nga administrata i moshës 45 vjeç na jep ne mundësinë të rinjve për të updetuar më shumë me teknologjinë e re, që është një plus për ne rinin sesa për moshën 45 vjeç. Një tjetër pikë që lidhet drejt për drejt me rinin është edhe arsimi. E çfarë mendimi keni mbi sistemin arsimor sot në Shqipëri dhe çfarë duhet ndryshuar nëse ka vend për ndryshime? Unë mendoj se sistemi arsimor në Shqipëri ka shumë probleme. Një prej problemeve është dhe lënia pasdore e shkollës profesionale. Kjo pik ishte në platformën e lëvizjes Shqipëria e Re, çka më tërhoqi më shumë, por një tjetër pikë e kësaj platforme që mua më tërhoqi vëmendjen ishte dhe heqja e pushtetit të pedagogut për të vlerësuar studentin. Kjo do të thotë një heqje e pushtetit të katrës dhe nuk krijon konflikte interesi nëpërmjet studentit dhe pedagogut. Tashmë që njihni mirë këtë platformë politike, e dua të di nëse jeni kundra ndonjërs për pikave apo ka vend për përmirësime. Mendoj se ka vend për përmirësim. Në një prej pikave ndryshimi i kodit të familjes ha shumë debat, ka hasur shumë debat dhe në mbledhjen të cilat ne zhvilluam për platformën. Mendoj se do ketë ndryshim për vetë faktin sepse në Shqipëri nuk mund të jenë ato kushte për zgjidhjen e kësaj ndryshimit të kodit familjar. Çfarë mendoni se mund të tërheqë të rinj për të bërë pjesë e kësaj lëvizje politike? Të rinj duhet të interesohen për këtë lëvizje për 3 arsye. Së pari, është një forcë e re me ide të reja. Së dyti, e vë theksin tek shtresat në nevojë. Së treti, e vë fokusin tek të rinj. Çka do të thotë se për ne të rinj është një plus kjo lëvizje e re. Përveç 3 pikave të cilat thash, pa harruar të përmend dhe thjeshtësimin të cilat i ka bërë sistemit tatimor bizneseve në Shqipëri. Kjo do të ishte një plus për sipërmarrësit shqiptarë dhe një mbështetje për ta. Ina, të falenderoj shumë që ishe në këtë takim, në këtë intervistë për dhënë mendimet e tua mbi platformën politike të lëvizjes shqipëriare. Faleminderit, ishte kënaqësi.